Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pasi MC Kresha takoi live Rozanën, reagon për herë të parë gruaja e tij. Mbrëmjen e sotme në një emision ka qenë e ftuar bashkëshortja e MC Kreshës, Erzina. Pas komenteve të shumta në rrjet lidhur me përballjen e reperit me ish-partneren Rozana Radi, publiku ishte kurioz për qëndrimin e saj. Erzina u përgjigj me sportivitet dhe qetësi përballë komentit viral. Si e le Kreshën me shkut e Rozana? Ajo mori situatën mjaft lehtë, duke e cilësuar si një lëvizje tipike të bashkëshortit të saj për të tërhequr vëmendjen e publikut. Kjo është temë e madhe, kështu din me bë vetëm MC Kresha, lajme bomb. U shpreh ajo duke theksuar se nuk ka ndjer asnjë lloj pasigurie nga kjo dalje televizive. Përkundrazi, ajo vlerësoi programin ku u zhvillua intervista. Më pëlqen programi ku Kresha u ftua. Më ftoni dhe mua, kam qejf me shku në emision. Bëj thirrje publike. Është emision shumë i mirë, flasin gjëra shumë të mira. Përse mos me lëm burrin me shku në këtë emision? Nuk është diçka që të më prek. I thash, patjetër që të shkosh. U tregua shumë e hapur. Gjatë bisedës u prek edhe një detaj nga rrjetet sociale. Rozana Radi ka nisur të ndjek markën e Erzinës me raki. Përgjigja e saj tregoi maturi dhe mbështetje mes krave. I dërgoi shumë dashuri që për krah me rakin. Unë dhe Rozana jemi dy gra të pavarura, të forta, dhe unë njësoj si ajo. Shija e Kreshës nuk ka të lënë mangut, nuk e ka mentalitetin me urrejt në një femër. Intervista shkoi shumë mirë, theksoi bashkëshortja e reperit. Me këtë deklaratë të hapur, ajo tregoi se përtej zhurmës në rrjet, mes tyre ekziston një respekt i ndërsjellë.